Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi, Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale. Shikues të nderuar, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në qyteti im, shtëpia ime. Sot do të flasim për një temë tepër delikate dhe është pikërisht një temë mbi komunitetin rom. Problematika që i shqetëson ata sot nga dita në ditë, por edhe zgjidhshmëria e tyre, le të themi. Për të diskutuar për këtë temë, unë kam të ftuar dy zotërinj të nderuar, ata janë Sokol Lekaj, koordinatori një projekti për menaxhimin dhe zgjidhjen e konflikteve për këtë komunitet. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Kam gjithashtu të ftuar tjetër zotin Skënder Veliu, drejtori i qendrës Amarodrom. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Atëherë zoti Lekaj, ju po merreni aktualisht me një projekt i cili synon zgjidhshmërinë e konflikteve mes komunitetit rom, apo jo? Cili është synimi në thelb i këtij projekti? Faleminderit, unë fillimisht dua të sqaroj nga vim, ta kush jemi. Fondacioni i Zgjidhjes së Konflikteve është një fondacion që është krijuar përpara 15 vjetësh dhe kryesisht marrë me demokratizimin e pjesës së shoqërisë nëpërmjet zgjidhjes së konflikteve sipas metodave bashkëkohore, që do të thotë zgjidhja e konflikteve mes vetë komunitetit nëpërmjet zgjidhjes së tyre me pajtim ose me ndërmjetësim. Në këtë kuadër, një sër projekte që ne kemi zbatuar në shumë pjesë të Shqipërisë, e menduam që të përfshinim dhe komunitetin rom në këtë pjesë. Dhe me mbështetjen e Fondacionit Soros, ne kemi ideuar dhe jemi duke zbatuar aktualisht një projekt që ka të bëjë me menaxhimin e konflikteve të komunitetit rom nga vetë përfaqësuesit e këtij komuniteti. Kryesisht ky projekt ka si synim kryesor si të thuash përfshirjen e vetë komunitetit për zgjidhjen e konflikteve që ata kanë brenda dhe për zgjedhjen e një grupi, si thua, të më përfaqësues të këtij komuniteti për të bërë të mundur zgjidhjen e konflikteve që lindin në ditën e përditshme, në jetën e përditshme, por edhe konfliktet midis këtij komuniteti dhe institucioneve shtetërore. Ka shtrirje projekti në fjalë? Projekti është menduar që të shtrihet në 3 zona të Shqipërisë. Njëra zonë është Levani, në cilën zonën që jemi duke diskutuar, është Durrësi dhe Lezhë. Në përgjithësi, ky projekt ka si qëllim kryesor integrimin e këtij komuniteti, ashtu si dhe komunitetet e tjera, në zgjidhjen e konflikteve të natyrave të ndryshme. Dhe synon si thua, demokratizimin e jetës të këtij komuniteti në lidhje me. Po, në fakt, përpos kësaj iniciative, zoti Veliu, ju i keni ndjekur nga afër të gjitha problematikat që shqetësojnë sot komunitetin rom në të gjitha zonat e Fierit, jo vetëm në Levan apo jo. Cilat janë ato problematika më të mprehta që ndeshin sot pjesa e këtij komuniteti? Sigurisht, unë u përshëndes një herë për emisionin, pasi ne këtu në Fier, sigurisht ne mbajmë si kryeqytetin e romëve në Shqipëri, pasi vetë pozita gjeografike, shtrirja e këtij komuniteti, kultura, tradita, problemet, arsimimi, e gjithë shka janë vlera që mbartë ky komunitet, edhe jo vetëm nga numri i madh që ne mbajmë 15 deri në 17.000 banor, por edhe nga vlerat kulturore që ky komunitet ka. Problematikat ju shpesh ndesheni, pasi keni qenë pjesë në shumë emisione, edhe i dini tashëm janë të njohura, por probleme më të mëdha sot komuniteti rom është një komunitet që ndeshet me problemet të vështira social-ekonomike. Problemet e tyre fillojnë nga alfa, nga përgatitja e tyre, nga edukimi, nga arsimi dhe vazhdojnë deri lart. Këto grupet fillojnë nga fëmijët e deri në moshat e treta. E gjithë jeta e këtyre njerëzve sot përbën problem. Ky problem është bërë tashëm i njohur në shoqërinë shqiptare, me politikën shqiptare, ndërkohë dhe problem me ndërkombëtar, me organizme ndërkombëtare. Por problemi më i madh për zgjidhjen e këtyre problemeve të komunitetit rom
janë vetë romët me shoqërinë shqiptare, me vullnetin e politikës shqiptare. Ndërkohë, unë doja të vlerësoja se një model i ri që ne tashëm jemi në partneritet me Fondacioni Zgjidhja e Konfliktit, është edhe zgjidhja e konflikteve, mos marrëveshjes. Ne kemi punuar në shumë fusha, vazhdojmë të edukojmë këtë komunitet duke minimizuar për të qenë i mbijetuar. Por, një problem që deri më sot haset në gjithë shoqërinë shqiptare, duke harruar këtë kategori komunitetin rom, janë konfliktet. Ata konfliktet vetë natyra e vetë komunitetit rom janë tashëm vetë kuptohet që provokohen shumë shpejt. Edhe ky përbën një konflikt. Por, ne duke negociuar së bashku me fondacionin, që është një organizat, do të thosha, eksperte e kësaj në natyre, që ka vite që punon, na lindi ideja që ne të dy, e pse jo edhe te komuniteti rom të futet një model i ri. Ky model i ri ka filluar qysh në janar, ky projekt, e i shtrirë si shta dhe koordinatori që është në 3 rajone, është një projekt pilot që është Levani. Edhe pikërisht pse Levani? Levani është, si që dini, është një komunitet shumë i madh, është gati 500 familje me 3.500-4.000 banor. Normalisht kjo jetë vetë ka shumë probleme nga vetë natyra. Edhe Durrësi në tjetër komunitet, edhe Lezhë nga zona e Veriut. Pra, këto ishin një model që ne jemi futur, tashëm kanë kaluar disa aktivitete, edhe ku do të veçoja edhe trajnimin e këtyre grupeve, që vetë në komunitetin e tyre ata tani janë duke u punuar. Po, qartë, zoti Lekaj po implementoni pra një projekt të shtrirë në 3 zona të ndryshme të Shqipërisë, ndërkohë kam përshtypjen se janë krijuar tashmë ato shtyllat në të cilat ju do të hapëroni apo do t'i ndiqni në vazhdim. Po, ka diçka më konkrete? Dhe sa zgjat si? Synimi i projekti është 1 vjeçar për momentin, siç e tha dhe zotëria, është një projekt që ne shpresojmë që të na ecë sa më mirë dhe pse jo ta implementojmë dhe më tej, ta zgjerojmë dhe në zonat e tjera të Shqipërisë nëse është e mundur. Dhe do thosha që në thelbin e vet ky projekt, siç e tham, ka integrimin e komunitetit rom. Gjatë zhvillimit të projektit, pra gjatë implementimit të projektit, janë kryer një sër aktivitetesh ku unë do veçoja si më të rëndësishmit 3 truezat të rrumullakta që janë zhvilluar me vetë komunitetin rom, ku ata kanë pasqyruar, janë njohur me synimet e projektit, kanë pasqyruar problemet që ata kanë pasur. Ndërkohë është zhvilluar edhe një set tjetër me 3 trueza të rrumullakta me përfaqësues të institucioneve shtetërore, që nga policia, ku shumica e rasteve domethënë ka patur probleme të trajtimit të komunitetit rom, por edhe nga institucionet e komunave apo të bashkive, të cilat janë njohur si thua më nga afër me problemet dhe me shqetësimet që ka pasur. Ndërkohë e rëndësishme ka qenë edhe përzgjedhja e një grupi ndërmjetësish, të cilët u ilustruan 2 trajnimeve profesionale. Ndërmjetësit janë pjesë e komunitetit. Ndërmjetësit janë të përzgjedhur nga vetë komuniteti rom dhe ata në mbas përfundimit të këtyre 2 trajnimeve profesionale kanë filluar aktualisht të zbatojnë një uritë e marrë në projekt për zgjidhjen e disa konflikteve të kësaj kategorie. Dhe do të thosha që konfliktet më të shpeshta që hasen në komunitetin rom janë konfliktet bashkëshortore, duke patur parasysh edhe natyrën e si thua martesat e hershme që bën ky komunitet, sigurisht edhe probleme të tjera, por nuk kanë munguar edhe konfliktet penale siç ka qenë rrahja apo plagosja, por edhe konfliktet pronësore midis fëmijëve ose konfliktet ndryshme kontraktor. Kam përshtypjen se janë më të rralla, hasen më rrallë se sa ato sociale që ju thatë pak më parë. Projekti, domethënë implementimi i projektit në zgjidhjen konkrete të konflikteve ka filluar në muajin maj dhe ne jemi në muajin e tretë dhe ndërkohë janë zgjidhur gati 30 konflikte të këtyre natyrave. Qartë. Zoti Veliu, në fakt më pëlqen si iniciativë, por ajo që do doja të dija dhe kam përshtypjen se është me interes dhe për publikun, a është e vështirë apo e thjesht le të themi të ulësh 2 të konfliktuar nga i njëjti komunitet me të njëjtin mentalitet, le të themi, sepse të gjithë jemi koshient dhe e dim se sa problematik është ky komunitet, duke patur parasysh dhe probleme social-ekonomike që i kanë shoqëruar. Është e vërtetë që
shumë shpesh jemi atakuar me një kategori që nga vetë niveli i atyre përbën një vështërsi për të kontaktuar. Kjo le ta marrim në aspektin e jashtëm, por nga brenda është një natyrë tjetër. Pasi shpesh shoqëria rome është një komunitet që di të ndaj disa vlera që kanë të bëjnë me zgjidhjen e këtyre problemeve, shqetësime, konflikteve që ndëjzen brenda familjes apo brenda komunitetit dhe nga komuniteti pastaj me shoqërinë tjetër, me shoqërinë tërësore, do thosha majoritare. Por do të thosha se deri diku më para, jo se nuk ka qëndruar fakti që këto probleme të zgjidhen nga vetë komuniteti, kur me anë të pleqësisë që kanë patur, ai që ka dëgjuar, ka qenë më i pari, më i dituri, dhe ata i kanë zgjidhur këto probleme. Por modeli i ri që ne çfarë kërkojmë në kohën bashkëkohore është ky me ndërmjetësi. Edhe ndaj është edhe projekti që në të cilën ne i përgatisim këtë grupim, që një grup brenda komunitetit, njerëzit më me zell, njerëzit më të kualifikuar, njerëzit që nuk përbëjnë vetë konflikt, njerëzit që respektohen brenda komunitetit, njerëzit që janë më shumë e dije, këta le të luajnë në rolin brenda komunitetit dhe të jetë një përçues midis zërit të Rom, edhe të kaloj në pushtetin lokal apo deri tek neve apo mandej. Deri tani, siç është vetë natyra e tyre, nuk është aq e vështirë për të marrë vesh. Por nëse ekziston mundësia... Ndoshta ka thjeshtëzuar problemin fakti që keni marrë përfaqësues nga komuniteti. Nga vetë komuniteti, është diçka shumë e mirë, që brenda komunitetit është më mirë të negociohet njëri me tjetrin, gjejnë gjuhën, se sa, por për momentin duhet të deklarojmë se vetë komuniteti i Rom shquhen që për momentin ndizen si flak impulsiv. Por kjo nuk do të thotë që gjatë kohës ata kanë zgjidhur problemet. Fakti ka treguar, eksperienca ka treguar që deri më sot ne kemi zgjidhur shumë probleme, shumë konflikte të natyrave të ndryshme, qoftë në jetën e përditshme, qoftë në jetën martesore, qoftë në jetën gjërë publike, por ne çfarë kërkohet nga dhe kërkesa jon tek fondacioni zgjidhja konfliktit ishte që ne të aplikojmë një model të ri që do të shërbejë. Siç e trajtova edhe më parë, ky është një model që për herë të parë futet e komuniteti Rom dhe ne jemi duke vazhduar sipas impaktit që do ketë ky projekt, që po mendohet që ne ta zgjerojmë të, pra ta shtrijmë edhe në rrethet e tjera. Edhe është vetë komuniteti përgjegjës që të zgjidhi vetë këto probleme lidhur me minimizimin e çështjeve që hapin panik apo dalin konflikt, edhe mandej shkojnë edhe në procesin më të madh gjyqësor që askush nuk mund ta pranojë ose të ketë dëshirën e mirë. Pra, humbet ajo që ne kërkojmë që gjërat të kalojnë konfliktin e madh deri në vrasje apo të marrin dy fegjet pushtët edhe të ndizet si të thuash një tragjedi. Nuk ka arritur deri më sot tek neve. Ata jemi që ne të fusim terminologjinë e re, bashkëkohore, siç është gjithë shoqëria, për atë jetë dhe ky komunitet. Qartë, zoti Leka i thatë që keni arritur të zgjidhni brenda këtyre 2 muajve rreth 30. 3 muajve, 2 muaj gjysmë afërsisht. Rreth 30 çështje të ndryshme. Po, unë do doja të dija, a është arritur impakti që ju kërkoni të përçoni tek ata, pra këto seanca pajtimi, ndërmjetësimi kanë dhënë efikasitet, dhe sa që qëndrojnë fjalës Romët, në fakt. Sigurisht ky është dhe qëllimi kryesor i projektit. Pra, nuk është problemi se u zgjidhen 30 konflikte dhe mbaroi situata konfliktuese. Pra, situata konfliktuese vazhdon jo vetëm në komunitetin Rom, po sepse konflikti ka lindur me shoqërinë dhe do vazhdoj të jetojë me shoqërinë. Por problemi është që duke qenë komunitete të vogla, duke qenë komunitete të cilat si thua kanë shumë lidhje njëri me tjetrin, një konflikt i zgjidhur ka goxha impakt në komunitetin ku. Aq më shumë një konflikt i zgjidhur nga vetë qytetarët, jo me ndryrën as të pushtetit, as me ndryrën e policisë apo të institucioneve të tjera të dhunës. Problemi është që impakti që ka në momentin kur dikush zgjidh një konflikt
pra brenda vetë komunitetit, atëherë kjo ka, si thua, përçon tek palët idenë që jo çdo gjë mund të zgjidhet me veçgjyqësi, çdo gjë mund të zgjidhet domethënë me gjyq. Dhe synimi kryesor i projektit ky është që një sër çështjes të kategorive penale, por edhe civile, të kenë mundësi që të zgjidhen brenda komunitetit. Dhe kjo nga ana tjetër ka bërë edhe një farë, po themi, publiciteti për vetë personat të cilët janë angazhuar në zgjidhjen e konflikteve. Në një farë tani komuniteti arrin, nëse ka probleme, sigurisht të gjithë kanë, jo vetëm komuniteti rom, nëse ka probleme të arrin të kërkojnë përfaqësuesit e këtyre njerëzit që merren me zgjidhjen e konflikteve dhe t'i kërkojnë t'i ndihmojnë për zgjidhjen e këtyre konflikteve. Sidomos në mënyrë të veçantë, jo vetëm midis njëri tjetrit, por edhe midis institucioneve, në mënyrë të veçantë me policinë e shtetit, e cila paktën edhe nga kontaktet që ne kemi patur me shumë përfaqësues të komunitetit rom, ka një farë lloj trajtimi jo të barabartë me pjesën tjetër të komunitetit. Jo, në fakt doja që ta konsumoja me të dy ju këtë problem. Ju e thatë fare të zbutur, zoti Lekaj, por unë doja mendimin tuaj, Veliu, kanë qenë të diskriminuar, le të themi, nga gjitha institucionet, por primare është policia, pra është policia që ruan rendin dhe qetësinë publike. Duke qenë se e tham pak më parë, problemet kanë qenë të shpeshta, kanë qenë të natyrave të ndryshme, të ndërlikuara her pas here dhe brenda familjes. Pra, sa keni parë juve, ju keni qenë ata që keni patur kontaktin e parë me këto komunitete, sa keni parë dorën e policisë së shtetit? Është diçka që është më së vërtet kjo. Unë në vazhdën se qa foli juristi zoti Sokol, që është koordinatori i projektit, doja të shtoja se gjatë seancave të aktivitetit që ne kemi zhvilluar deri më sot, vetë komuniteti ka deklaruar që një problem ka qenë policia, kej trajtimi në komunitet. Ne respektojmë, policia nuk është e disa kategorive që të mbroj interesat e disa, se është i bardh apo i kuq, por kushtetuta e ka përcaktuar të gjithë të barabartë. Por ndërkohë do të shtoja se romët janë pjesë e këtij shtetit. Ata janë gëzojnë të drejta si gjithë qytetarët e tjerë. Qoftë statusi që i jepet nga kushtetuta si qytetar i barabartë, por edhe statusi që përfiton nga si minoritet, normalisht duhet të respektuar dhe duhet të gjejë mbrojtje nga policia e shtetit. Pasi policia e shtetit është ajo që është regulator, është përfaqësi e shtetit dhe duhet të mbrojë qytetarët. E qytetarë quhet edhe komuniteti rom, se nuk vjen nga vendi tjetër. Por, para se të futet në komunitet, ata mos të bëjnë një tabu, mos të merren me të shkojnë edhe të marrin njerëz të pafajshëm. Por, gjithmonë mesazhi jon është që të unifikohet, të bashkëpunohet me policinë, të gjendet gjua dhe haka të shkojë tek Zoti. Pra, ai që gabon, ai që ka bërë faj, të ndeshkohet. Pikërisht ky problem na ka dalë edhe në Durrës, që ka qenë problematik, pra të rinj, vetë grupi të rinjve ka nxjerrë problemin e madh që kej trajtohen nga policia. Merren dhe ndeshkohen pa të drejtë. Bëhet një sherr diku me kilometra të larg, policia shkon, fugoni atje dhe merr njerëz pafajshëm. Pra, ky ka qenë zëri edhe në Lezhë, e njëjta situatë kemi patur. Dhe mesazhi im në këtë emision, edhe në tryezat që kemi realizuar, ka qenë që sa dora e shtetit që përfaqësohet nga institucionet e policisë shtetit, pra të mbrojnë këtë kategori. Pasi ata janë jo njerëz që provokojnë shumë sherre, por janë njerëz të qetë, të butë, si gjithë të tjerët, por problemi është që nuk janë aq problematik sa mendohet. Pra shkon te fija e kputur, edhe pikërisht do të ndryshoj në kuptim në vazhdën e kësaj që thotë, gjatë 3 takimeve që ne kemi zhvilluar në 3 qytetet, në 3 zonat e përfshira në projekt, një synim kryesor i projektit ka qenë dhe kjo. Pikërisht, pra, grupi i ndërmjetësve të cilët do trajnoheshin dhe do aktivizoheshin në zgjidhjen e konflikteve, të kishin impakt, të kishin edhe si thua impakt tek policia dhe të dy rrethet në Lezhë. Edhe reputacion, le të themi. Ke reputacion, po të kenë në një mënyrë bashkëpunimi që do jetë sepse ndonjëherë njerëzit vetë nuk i njohin të drejtat e tyre. Por edhe me këto të drejta abuzohet. Pra është një situatë një e anasjellët nga të dy krahat. Por duke patur një
grup përfaqësuesish, pra në të treja zonat e përfshira prej, duke pasur një bashkëpunim, duke qenë të njohur, pra duke pasur një, si po them, një certifikat që ti je një ndërmjetës i trajnuar nga një organizatë që ka të drejtën ta bëjë këtë punë, atëherë bashkëpunimi midis këtyre ndërmjetësve dhe policisë do të ishte shumë më frytëdhënës se sa në policia të vinte. Po diskutojmë rastin kur ndodh një konflikt. Nëse policia shkon e kontakton me një nga këta ndërmjetësit, sigurisht që situata do jetë më e përmirësuar, sepse dhe vetë ndërmjetësi do ketë njohuri më të shumta nga ato që ai ka marrë në trajnimet që kemi bërë së bashku. Dhe nga ana procedurale, për të qenë pak më të qartë, pra cili është underground i kësaj që sapo tham, çfarë parashikon projekti për këtë koordinim, sepse është pak delikat. Pikërisht, pra ne kemi menduar dhe kemi zhvilluar disa tryeza turmbullakta edhe me komunitetin, po edhe me përfaqësues të institucioneve si policia apo pushteti vendor, dhe e kemi deklaruar atyre që këta persona nga ky komunitet janë persona që merren në zgjidhje, sepse edhe po ta shohësh nga pikpamja ligjore, problemet që vijnë mundet që të transferohen dhe nga policia apo nga institucionet shtetërore në komunitet nëpërmjet këtyre ndërmjetësve që ne kemi trajnuar dhe kemi certifikuar si të tillë. Ka mangësi, do të thosha, për të shtuar fjalën e Sokolit, është për të dëshiruar pra edhe zyrat në pushtetin lokal, në bashki apo në komuna, po theksi më tepër tek bashkia, në dy rrethet, në Durrës edhe në Lezhë, nuk trajtohen të barabartë. Pra të drejtat e tyre nuk janë ashtu si gjithë qytetarët e tij. Ka abuzim me të drejtat, shkeljen të drejtat. Ky është një lloj diskriminimi. Pra, tendenca e këtij institucionit ton, edhe çfarë ne po bëjmë të dy zyrat, është që mos të ketë racizëm, mos të ketë nënvletësim. Pra, njerëzit duhet të trajtohen. Zyrat e shtetit, qoftë bashki, qoftë komunë, janë zyra në të cilën kanë edhe këtë qytetarizëm, që ai ka të drejtë të trokasë dhe të apresi. Aq më keq që duhet i dhënë akoma më afrimitet, pasi ata nuk i njohin të drejtat e tyre. Dhe pikërisht, duke qenë në këtë aspekt, nëse është alfa, nëse nuk i njeh të drejtat, atëherë nuk mund t'i zbatosh. Pikërisht kjo është edhe kërkesa. Si mund t'i kërkosh? Edhe nëse në një zyrë që punohet normalisht për gjithë shoqërinë, atëherë normalisht kjo bie ndesh edhe me interesat e këtij qytetari që është rom, edhe ky nuk është rom. Po kemi të bëjmë me një mentalitet shumë, do të thosha, të prapambetur, që kërkon akoma angazhimin dhe vullnetin e mirë për të mbështetur këtë kategori. Edhe mesazhi im është nëpërmjet institucionit, qoftë në tre rrethet që ne po punohet në zgjidhjen e konfliktit, grupin ndërmjetësimit, së bashku me autoritetet lokale, me policinë, duhet të ketë ndikimin pozitiv edhe të autoriteteve lokale, që të ketë vëmendjen e këtij komuniteti, që është brenda gjirit të shoqërisë në tërësi dhe vepron si një i tërë kontribon në demokratizimin e vendit. Po, zoti Lekaj, që një popullat të integrohet, patjetër duhet të jetim syt dhe nga arsimimi i tyre, apo jo? Keni kërkuar, keni hedhur hapa konkret për të bashkëpunuar me drejtorinë arsimore rajonale? Në përgjithësi, duke qenë shumë më të fokusuar në pjesën e zgjidhjes së konflikteve, kjo është një problem që më shumë e kanë diskutuar këtë persona. Megjithatë, gjithsesi ne mendojmë që nëpërmjet futjes së këtyre lloj alternativave, nëpërmjet futjes së metodave bashkëkohore të ndërmjetësimit, sigurisht që kjo do ndikoj tek pjesa e edukimit, edhe që nga grup moshat shkollore, sepse ne bashkëpunojmë dhe me grup moshat shkollore, por edhe tek pjesa tjetër e komunitetit. Zoti Velim? Unë do të thosha që gjej rastin që ne bashkëpunojmë me institucionet e pushtetit lokal, dhe këtu do të veçoja zyrën rajonale arsimore të Fierit. Pasi, siç thash, është një kontingent shumë i madh, qoftë komuniteti rom, por edhe fëmijët, që dihet që komuniteti rom ka goxha fëmijë, por vëmendja jon, prioriteti jon është edukimi. Edhe edukimi mbi bazën e studimeve që kemi realizuar, qoftë me universitetin edhe me UNICEF-in, edhe me zyrat e Terdezomin që kemi këtu mik, që ne jemi partner, janë realizuar disa studime dhe bazuar në studimet, ju shpesh jeni ndeshur braktisja e shkollës. Por mbi bazën e studimit ka dalë që dihet që komuniteti rom
shkon me gjuhën e nënës në shkollë. Dhe kjo ka qenë një nga arsyet më të forta që ai braktiste shkollën. Shkonte me zell, edhe gjatë 2-3 muajve të para zvarresh. Por nga studimi ka dalë arsyet përse. Edhe arsyeja është pra gjuha, edhe ai ndihesh keq kur shkonte. Edhe për këtë ne jemi referuar pra edukimit parashkollor. Edhe këtu ne eksperjenca jonë është në disa rrethe, duke filluar nga Korça, por edhe në Fier. Edhe në Levan. Edhe për këtë arsye ne kemi kushtuar rëndësi i kësaj, se duke filluar nga edukimi, edhe çfarë ne po diskutojmë sot në këtë emision, sensi është edukimi. Edukimi për mos prodhuar konflikt. Për integrim. Pikërisht. Po, atëherë, zoti Lekaj, në 20 vite tranzicion, jemi mësuar le të themi me projekte që lullzojnë dhe bien, pastaj rrëzohen. Nëse ky projekt ka afatin një vjeçar që ju e thatë, a do të ketë më tej një vazhdimsi, pra ndërmjetësit tuaj, a do ta vazhdojnë këtë politikë, sepse kjo është shumë e rëndësishme, komuniteti nuk jeton një vit. Ky synim është një nga synimet kryesore të projektit, sepse siç mund ta mendohet, një projekt është një projekt dhe na hedh bazat kryesore për ndërtimin e një strategjie. E rëndësishme mirë do të ishte domethënë që projekti të ishte në vazhdim, të ishte në shtrire, por dhe në momentin që ky projekt do të mbarojë, ne mendoj që kemi bërë bazën e dur, pra kemi ndërtuar grupet e dura të ndërmjetësimit, të cilët nëpërmjet punës së tyre do të arrijnë që të bëjnë që vetë komuniteti kur ketë probleme, kur ketë shqetësime, kur ketë konflikte të natyrave të ndryshme, t'i drejtohet këtij grupi ndërmjetësës për zgjidhjen e konflikteve. Aq më shumë që këta do të kenë edhe bashkëpunimin edhe të institucioneve, por do kenë edhe si thua atë vazhdimsinë e projektit që ata kanë nisur. Pra do të ketë një zyrë, le të themi, sepse jemi mësuar ne kërkojmë një zyrë, një institucion fiks. Unë mendoj që ne do bazohemi më shumë. Ku do drejtojnë qytetarët pas kësaj? Unë mendoj që do bazohen sepse vetë Romët janë të organizuar në shoqatat e tyre dhe pjesa e shoqatës brenda shoqatës së tyre sigurisht do ketë edhe pjesën adresuese për tek ndërmjetësit, por unë mendoj që një vit është i mjaftueshëm si thua për të bërë njohur në fushën e ndërmjetësimit dhe vetë komuniteti pastaj në kohën që do ketë probleme t'i drejtohet. Ambicia jonë do të thosha lidhur me pyetjen tuaj se si do të jetë vazhdimësia. Ne kemi menduar këtë. Edhe mendimi jon është që ky grup i ndërmjetësimit që është në 3 edhe do të jetë, është modeli i ri që do të futet bën pjesë në strukturën tonë. Edhe për këtë ne kërkojmë që fondacioni më zgjidhja konfliktu, mbështetur nga Sorosi, është një program që i vjen për shtat sa për të hapur një rrugë, është një hap drejt integrimit, por problemi tjetër është joni. Se si ky do të jetë, si do menaxhohet, si do organizohet, si do jetë jetëgjatësia e këtija. Prandaj në strukturën tonë, si zyrë qendrore, ne kemi menduar që ky do jetë modeli i ri. Edhe për t'i dhënë një jetëgjatësi, do të jetë ne në qendër kemi zyrë juridike dhe zyrat që janë poshtë ky grupi ndërmjetësimit do të luajë rolin sa ndikues, sa komunikues, sa bashkëpunues me autoritetet lokale, me policinë, me strukturat e shtetit, por njëkohësisht do të jetë gjithmonë i ndezur duke informuar edhe qendrën. Edhe në monitorimin që ne do të bëjmë, ato gjërat, vështirësitë që has ky grup, atëherë do të ketë ndikimin që ne do të bëjmë dhe kemi dhe rolin e lobingut. Pra, ne ekspertizën e kemi, edhe të dy organizatat tona do të thosha që atje ku ne nuk gjejmë dot hapësirë, atëherë ne të dy palët do të japim atyre asistencën e duhur që ata le të vazhdojnë. Pra, si qëllim është që nëse ky nuk do të vazhdojë më, synimi jonë është thash ky është pilot dhe ne, le të vazhdojë, por në të ardhmen ky mesazh do të marri për masat në nivel kombëtar. Edhe mandej ky do të menaxhohet dhe do të organizohet si model i ri, si strukturë e pranë zyrave qendrore të Unionit të Romit të Shqipërisë. Qartë. Mirë, atëherë unë shpresoj që komuniteti rom ta ketë marrë mesazhin, por do të thosha që kjo nismë juaja vlen dhe për komunitetet të tjera, sepse të gjithë e dimë që shoqëria shqiptare sot po përfshihet nga kriza sociale ekonomike të ndryshme. Ju falenderoj që pranuat ftesën tonë dhe u bët pjesë e këtij bashkëbisedimi. Faleminderit për ju. Shikues të nderuar, ishte gjithçka e përgatitur në këtë mbrëmje të sotme. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.
Qyteti im, shtëpia ime, dialog midis nesh, qytetar, biznesmen, bashki. Vizioni ynë për ta parë Fierin nga kuota të larta qytetërimi. Fieri, qendër urbane me prosperitet ekonomik, hapësira turistike, vlera intelektuale.